Aksioni selektiv i IKMT-s asnjë objekt i prishur në anën e Tiranës. Vetëm 2 ditë më parë, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit zbarkoi në rrugën e Arbrit nga fshati Fshat deri në hyrje të tunelit të Murrizit, duke detyruar të gjithë banorët që kishin ndërtuar përgjatë rrugës së Arbrit të prishin ndërtesat e në rastet e refuzimit përdori forcën e fadromës. Gjatë këtij aksioni IKMT shembi 7 objekte, të cilat 6 prej tyre ishin me konstrukt durje, kontenjer dhe vetëm një objekt ishte me beton e hekur. Por aksioni është ndalur me kaq, edhe pse u deklarua se aksioni do të vazhdonte në të gjithë rrugën e Arbrit deri në Tiranë, kjo gjë nuk ka ndodhur. Në anën e Tiranës në fshatin Bastar, objekte si ato që u prishën nga IKMT në Xibër ditën e hënë vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin. Madje disa prej tyre janë vetëm 100 metra në dalje të tunelit të Murrizit. Po ashtu objekte të tilla janë edhe në fshatin Marice deri tek shkalla e Tujanit. Nëse aksioni është për të gjithë, atëherë me të drejtë banorët e Xibrit kërkojnë që të vazhdojë dhe të mos jetë selektiv. Jashtë kameras, banorët e Xibrit thanë se arsyeja që nuk janë prishur edhe në anën e Tiranës mund të lidhet me zgjedhjet e pjesëshme lokale që do të mbahen më datë 9 nëntor.